Drejtoresha e Kadastrës, Lorena Goxhobelli, në seancë dëgjimore në Nënkomisionin për Auditimin e Sektorit Publik, deklaroi se brenda vitit 2028 mbyllen legalizimet. Ndërkohë, sipas raportit vjetor, thuhet se rreth 130.000 vetë deklarime ende janë në proces. Vitit 2025, ku ne kemi emetuar 26.101 vendime legalizimi, është viti më i mirë që nga krijimi i ASHK-s në 2019. Për 2026-ën, pra vetëm për 6 mujorën e parë, kemi emetuar 17.396 vendime legalizimi, që është një numër në mënyrë të konsiderueshme më i lartë me atë që kanë bërë në 2 vitet më parshme, 2023-2024, dhe do jetë një vit edhe më i mirë se 2026. A kemi ende një masë të madhe të dosjeve që duhet dhe presin legalizohen? Patjetër që kemi. Apo mundohemi që të gjejmë të gjitha mekanizmat për ta përshpejtuar dhe për të përmbyllur procedurën e shqyrtimit administrativ të këtyre aplikimeve? Patjetër që po. Vështirësia më e madhe në regjistrimin e titujve të pronësisë vjen për shkak se për tokat bujqësore, AMTP nuk shoqërohen edhe me hartën kadastrale. 90% e titujve të pronësisë për tokën bujqësore, pra ato që janë AMTP, që quhen në gjuhën e përditshme, janë tituj që janë pa një hartë. Pra nuk kanë një hartë mbi cilën, pra është një titull i pashoqëruar me hartë dhe për këto paraqet vështirësi objektive në reflektimin dhe në gjeoreferimin e tij. Harta përcillet nga qytetari nëpërmjet një plani levimi të bërë nga një profesionist i licencuar, i kontraktuar prej tij. Dhe në momentin që ne bëjmë vendosjen, patjetër që mund të ketë problematika mbi vendosje, që mund të jenë fiktive ose reale, mund të ketë problematika që kanë të bëjnë me sipërfaqen, pra në fakt në titull ka më shumë sipërfaqe, por në terren ka më pak se ç'ka në titull dhe prandaj është e nevojshme certifikimi për aq sa kanë terren. Pra, kryesisht regjistrimi i titujve në mënyrë të posaçme i atyre për tokën bujqësore ka një vështirësi që lidhet jo detyrimisht me kadastrën, por që lidhet me vetë problematikat që paraqesin titujt e pronësisë. Qoftë për sa i përket elementeve që kanë të bëjnë me sipërfaqen e shënuar në akt, por qoftë për sa i përket hartave, ku 90% e tyre nuk kanë një hartë, pra janë tituj pa harta. Sa i takon regjistrimit fillestar të pronës, edhe ky proces duhet të mbyllet brenda 2028. Sfida më e madhe, thot drejtoresha e ASHK, është digitalizimi i hartave kadastrale, pasi rezulton se 80% e vendit ka probleme me mbivendosjen. Në dhjetor të 2025-s dhe po e përsëris të lutem, kemi skanuar 54 milion flet, të gjithë dokumentacionin tekniko-ligjor. Në qershor të 2026-s digitalizuam 4.3 milion kartela. Është raportim që e bëjmë në Bruksel, është detyrim që e kemi në kuadër të integrimit, është detyrim i përcaktuar në agjendën e reformave i përmbushur. Në çdo progres raport e ke të cilësuar dhe cituar që 80% e territorit të Shqipërisë ka nevojë të përmirësohen hartat, ka problematika me hartat. Ne kemi një kapitull të posaçëm në ligjin 2020, i cili përcakton një procedurë ligjore se si bëhet përmirësim përditësimi. Është një ndër proceset më të vështira në fakt që bën kadastra. Sa i takon rekomandimeve të KLSH dhe kritikave të kryetarit Arben Shehu, drejtuesja e ASHK tha se i është dhënë aksesi plot në sistem dhe në informacionin e kërkuar dhe se pjesa dormuese e rekomandimeve janë miratuar.